Shenjat që një mashkull i shenjës së virgjëreshës bie në dashuri. Mashkulli virgjëresh është nga ata njerëz që në fillim duket serioz, i qetë dhe nuk mund ta deshifrosh në fillim. Nuk është një tip që hidhet menjëherë në deklarata dashurie apo gjeste të mëdha, por ai vëzhgon me kujdes, dëgjon se si flet, mban mend detaje të vogla dhe përpiqet të kuptojë nëse mes jush ka diçka reale. Ky mashkull e merr dashurinë shumë seriozisht. Nuk i pëlqen lojrat emocionale dhe zakonisht nuk humbet kohë në lidhje që nuk kanë ndonjë drejtim. Kur fillon të ndjejë diçka të fortë për dikë, ai tregon më shumë me vepra sesa me fjalë. Tani, cilat janë shenjat që tregojnë se ky lloj mashkulli ka rënë në dashuri me ty? Së pari, ai të bën dhurata me kuptim, jo thjesht për të bërë përshtypje. Një mashkull që i përket shenjës së virgjëreshës nuk është tipi që mund të shpenzojë shumë para për të blerë diçka të shtrenjtë. Më e rëndësishme për të është mendimi që ai fsheh pas dhuratës. Ai kushton shumë vëmendje detajeve dhe mban mend gjëra që ndoshta ti nuk i ke dhënë shumë rëndësi. Mund t'i kesh përmendur një ditë se të pëlqen të lexosh para gjumit, dhe pikërisht kalojnë disa javë dhe ai të dhuron pikërisht një libër që ti e kërkon prej kohësh. Ose vëre që diçka të është dëmtuar dhe ai ta surprizon ditën me një dhuratë duke të dhuruar pikërisht atë diçka të dëmtuar. Mund të jetë një gjë e vogël, një filxhan kafeje apo diçka pa rëndësi, por xhesi i tij vlen shumë. Dhe kjo nuk është thjesht një rastësi. Ai të dëgjon, të vëzhgon me vëmendje dhe ruan në mendjen e tij detajet. Për mashkullin virgjëresh, dhuratat janë mënyra për të thënë unë të njoh, të dëgjoj dhe ja ku po kujdesem për ty. Një tjetër shenjë që mashkulli virgjëresh të dashuron është se familja dhe miqtë e tij e dinë për ty. Në fakt, virgjëreshat janë të rezervuara në jetën private. Ato nuk hapen me të gjithë, por nëse një ditë ti kupton se ai dëshiron të njohë me prindët e tij, atëherë kjo është shenja shumë më e fortë nga të gjitha që ai kërkon të bëjë pjesëtare të jetës së tij. Mund të ndodhë që gjatë një bisede të thotë: po bisedoja me nënën time dhe ajo më pyeti si shkon njohja jonë. Ndoshta ti çuditesh, pasi nuk e di se ai ka folur për ty me prindërit e tij. Dhe kjo është diçka që duhet vlerësuar. Njerëzit më të rëndësishëm të jetës së tij e dinë për ty. Kjo do të thotë se lidhja juaj nuk është kalimtare dhe ai nuk po tallet me ty. Një tjetër shenjë është që ai dëshiron të di gjithçka për ty. Kur virgjëreshat bien në dashuri, ato bëhen shumë kurioz. Nuk të bëjnë vetëm pyetje sipërfaqësore, si ishte dita sot. Ai dëshiron të kuptojë se kush je ti në të vërtetë. Të drejton pyetje lidhur me fëmijërinë tënde, me planet, me familjen. Të bën pyetje për ëndrat e tua dhe kërkon të njohë më mirë karakterin tënd. Nëse ti një ditë pa dashje thua në fëmijëri ke patur frikë nga qenë, mos u çudit se ai një ditë do ta kujtojë dhe do të mbrojë kur je në një midis të tillë. Dhe pyetjet e tij nuk janë thjesht kurriztare, por ai kërkon të futet thellë në botën tënde dhe duke të njohur kështu bëhesh pjesë e jetës së tij dhe ai të përshtatet më mirë. Mashkulli virgjëresh të komplimenton në mënyrë të sinqertë. Virgjëreshat nuk janë njerëz që të mbushin me komplimente nga këmbët e koka, thjesht sa për të bërë qefin. Nëse ato e thonë diçka, e thonë sepse i ja ndjen zemra. Ai mund të thotë çdo ditë se ti je shumë e bukur,
por do të vërej disa gjëra që të tjerët nuk i shohin. Për shembull, ai mund të thotë: "Kur qëndroj me ty, ndjej një qetësi në shpirt", apo "E adhuroj mënyrën se si ti sillesh me njerëzit", ose "E admiroj këmbënguljen tënde në punë, seriozitetin dhe aftësitë që ke në drejtim". Këto komplimente kanë shumë më tepër vlerë. Ato tregojnë se ai nuk sheh vetëm pamjen dhe karakterin, por përtej tyre. Një tjetër tipar i mashkullit të dashuruar është se ai gjen gjithmonë kohën për ty. Le të ketë punë. Një mashkull virgjëresh zakonisht e organizon jetën e tij. Nëse ka punë, ka përgjegjësi apo plane, ai gjen hapësirat në të cilën kërkon të kalojë kohën me ty. Edhe nëse dita e tij është tepër e ngarkuar, ka një agjendë të ngjeshur, ai sërish do ta gjejë kohën për një telefonat, një mesazh apo thjesht një takim të shkurtër, një kafe, një shëtitje. Ai mund të jetë shumë i lodhur pas punës, por përsëri do të takojë vetëm për të kaluar të paktën një orë me ty. Nëse ti bësh personi kryesor i jetës së tij, kjo shihet nga veprimet më shumë se sa nga fjalët. Ai mund të bëhet romantik, nga jashtë mund të duket serioz dhe i përmbajtur, por kur bie në dashuri zbulon një anë shumë të ngrohtë. Ai mund të organizojë një darkë të qetë, të shkruajë një mesazh të ëmbël pa ndonjë arsye ose të kujtojë datat që kanë shumë rëndësi për ju. Ai nuk është romantik pa arsye, dhe madje nuk është nga ato tipa që bën xheste madhështore për të dukur. Romanticiteti për të është thjesht një mbulim me batanie kur ty të zë gjumin në divan, apo ti nuk je zgjuar akoma dhe ai të përgatit kafen apo mëngjesit. Janë pikërisht këto gjeste të vogla që tregojnë se ai kujdeset për ty dhe të dashuron pamas. Një tjetër arsye që ti duhet ta kuptosh kur je me të është se ai flet për të ardhmen me ty. Virgjëresha nuk e humbet kohën me lidhje pa drejtim. Zakonisht, ai kur fillon të flasë për planet, për shtëpinë, për pushimet, për ëndrat e përbashkëta, tregon se po e sheh jetën e tij për një kohë të gjatë me ty. Ndoshta të pyet, për shembull, ku dëshiron të jetosh, si imagjinon familjen, sa fëmijë dëshiron të kesh. Dhe ai nuk bën plane vetëm për javën tjetër, por këto tregojnë se ai po ndërton në mendjen e tij një të ardhme me ty, ku ju të ecni të dy bashkë për gjithë jetën. Shenja tjetër: të jep këshilla sepse dëshiron të të shohë mirë. Zakonisht virgjëreshat mundohen t'i ndihmojnë të tjerët t'i zgjidhin problemet e tyre. Ti ke një shqetësim dhe ai nuk mjaftohet të thotë: "Mos u mërzit, do kaloj", por mendon menjëherë se si mund të ndihmojë të dalësh nga ky problem. Nëse ke probleme në punë, ai ulet pranë teje dhe analizon të gjitha mundësitë. Nëse ke një problem financiar, ai përpiqet me mënyra praktike që të ndihmojë në këtë situatë. Ndonjëherë këshillat e tij mund të duken logjike, por ato vijnë sepse ai dëshiron që të mbrojë nga gabimet dhe të shohë të lumtur. Mashkulli virgjëresh, kur bie në dashuri, të ndihmon pa pritur asgjë në këmbim. Ai nuk është interesatxhi. Nëse ty të prishet makina në rrugë, ai vjen menjëherë aty. Nëse ti nuk ndihesh mirë, ai të sjell ushqim apo ilaçe. Nëse ti ndihesh e lodhur nga puna, ai mund të përgatisë darkën apo të ndihmojë me punët e shtëpisë. Dhe kjo jo për arsyen për të dukur hero, por thjesht se dashuria je ti. Së fundmi, ai të hap zemrën dhe të shpreh ndjenjat e veta. Virgjëreshës
i duhet pak kohë që të besojë. Dhe ndoshta në fillim ti mund ta shohësh atë të ftohtë, të rezervuar, por kur ai ndihet i sigurt, ai fillon të flasë për ndjenjat e tij. Do të tregoj dhe gjërat që njerëzve të tjerë nuk ua tregon. Do të ndaj me ty gjithçka, frikërat, fobitë, dobësitë. Dhe në fund, kur të thotë të dua, nuk është një fjali e thënë nga një emocion i momentit, por diçka që e ka menduar gjatë dhe e ka ndier me zemër. Sepse për të dashuria nuk matet me fjalë të bukura, por me besim, përkushtim dhe kujdesin që tregon vazhdimisht. Tani do të tregojmë shenjat që ai luan me ty. Jo çdo virgjëresh mund të jetë i sjellshëm, të kushtoj vëmendje. Ndonjëherë ka prej tyre që mund të duken miqësor, por janë të pasigurt dhe nuk e kanë vendosur ende se çfarë kërkojnë. Një nga shenjat më të dukshme është se ai shfaq interes vetëm kur i leverdis. Njëherë të shkruan gjatë sikur ti je e vetmja në botë, pastaj rrit disa ditë dhe nuk ndihet fare. Një tjetër shenjë është të mban larg jetës personale. Mund të dilni bashkë, por ai nuk të prezanton me familjen. Sa herë që biseda shkon drejt së ardhmes apo gjërave serioze, ai e ndryshon temën dhe jep përgjigje të paqarta. Zakonisht virgjëreshat njihen si komunikues të mirë, por kur ato nuk janë të interesuar, nuk përpiqen që të njohin më thellë, nuk pyesin më shumë për ty. Bisedat mbeten në sipërfaqe. Një mashkull virgjëresh që luan bën sikur dëshiron të mbajë premtime, por në fakt ai vetëm sa flet. Thotë se do të marrë në telefon, apo do të kryeni një takim, por i del një punë më e rëndësishme dhe ti kalon në plan të dytë. Dhe kjo, nëse përsëritet më shumë se një herë, kuptoj që ai virgjëresh nuk është serioz me ty. Shikoje si sillet kur ke nevojë për të. Zakonisht e tham që virgjëreshat që dashurojnë të ndihmojnë pa kushte, por nëse ai shfaqet vetëm kur është mirë dhe largohet kur ti je në periudha të vështira, kjo tregon që ai nuk është i përkushtuar dhe nuk je ti zgjidhja e tij. Më e rëndësishmja, mos i shiko fjalët, shikoj veprimet. Nëse ai thotë se ti je dashuria e tij, por nuk të jep kohë të kalojë me ty dhe nuk bën përpjekje që ti të ndihesh e rëndësishme dhe me vlerë, atëherë kuptoje që ai po luan me ty. Dhe në fund, mbaj mend një gjë. Nuk është e drejtë të thuhet se çdo mashkull virgjëresht që sillet kështu po luan. Njerëzit janë të ndryshëm, disa janë të pasigurt, disa janë të papjekur emocionalisht, ose disa mund të mos jenë gati për një lidhje. Po kur interesi është i vërtetë, zakonisht kjo gjë duket me kalimin e kohës, sepse veprimet e tij fillojnë të flasin fort. Ato kalojnë nga premtime në vepra. Këto ishin tiparet e virgjëreshës, kur dashuron apo kur luan me ty. Dhe neve ju urojmë që nëse në jetë keni një lidhje me virgjëresht, të kaloni një jetë sa më të lumtur.